Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Gjykata e Durrësit lë në burg 25 vjeçarin që vrau babain e tij pas debatit në familje. Mbetet në qeli edhe picieri që i mori jetën kolegut për një fjalë goje. 10 persona arrestohen për zaptimin e hapësirave publike, qindra të tjerë procedohen penalisht për shfrytëzim pa leje të tokës së përbashkët. E shtuna shënon nisjen e fushatës zgjedhore në 5 bashkitë e vendit, mbi 300.000 qytetarë do të votojnë në datën 9 nëntor për drejtuesit e rinj vendor. Kursimet e shqiptarëve njohin rritje dhe arrin në 15 miliardë euro, por shumica preferojnë t'i mbajnë parat në banka dhe jo t'i investojnë. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. I riu 25 vjeçar që vrau me thik babain e tij në Durrës është lënë në burg nga gjykata, edhe pse në prokurori e kishte pranuar krimin e rënd. Gjatë seancës ai tha se nuk ishte sulmuar dhe se nuk ishte i sigurt se kush kishte qelluar të atin. Avokatja kërkoi shtrimin e tij në spitalin e psikiatrisë me pretendimin se i riu vuante nga problemet mendore. Gjykata e Durrësit ka lënë në burg pa afat Marian Kodhelin, i cili akuzohet se ka vrarë me thik babain e tij Pjetër Kodheli. Gjatë seancës, prokuroria Matilda Fetau tregoi se dëshmitë e familjarëve faktojnë krimin e rënd të ndodhur brenda familjes. Ditën e ngjarjes, sipas saj, autori ishte brenda në shtëpi dhe pas drekës i ati i kishte kërkuar të ishte më i kujdesshëm në pritjen e njerëzve dhe në sjelljen ndaj tyre. Djali pretendon se është sulmuar nga babai i tij dhe më pas e ka qelluar me thik. Edhe ëma e tij ka dëshmuar se Mariani gjatë asaj dite ishte i mërzitur. Ajo vetë kishte parë djalin duke goditur të atin, madje edhe me një shufer hekuri. Por para se të jepej vendimi për masën e sigurisë, Marian Kodheli është shprehur në sallën e gjyqit se nuk është dakord që është person i rrezikshëm. Mua po më sulmonin, nuk e di kush më ka sulmuar. Mund të ketë qenë dikush tjetër që e ka sulmuar. Më vjen shumë keq që jam këtu për një situatë të tillë. Mbase bëjmë një seancë tjetër kur të jem më i qetë. Unë nuk jam njëri agresiv, jam marrë me punë të ndershme në ndërtim. Avokatja e tij kërkoi rehabilitim në një spital psikiatrie pasi i riu sipas saj ka probleme të shëndetit mendor. Akoma nuk është bërë një ekzaminim paraprak. Mariani akoma nuk e kupton veprimet që ai ka kryer, paktën aq sa unë arrit të kuptoj nga gjendja e tij. Akoma s'ka arritur të kuptoj gjendjen, veprimet që kanë ardhur si pasojë e këtij. Po nga ana ime, si avokate, duke parë gjendjen e Marianit, kam kërkuar shtrim i përkohshëm në një institucion mjekësor dhe vlerësoj që është urgjente që atij t'i bëhet një akt ekspertimi nga ekspertët e mjekësisë ligjore. Gjyqtari Xhevdet Lika e vlerësoi të lishëm arrestimin duke e lënë Marian Kodhelin në burg deri në përfundim të hetimeve. Ngjarja e rëndë ndodhi të martën në fshatin Shkallnur të Durrësit pas një grindje në banesën e familjes Kodheli. Edhe picieri që vrau me thik kolegun e tij në një lokal në Tiranë është lënë në burg nga gjykata. Ai pretendoi se krimi ndodhi për shkak se bullizohej vazhdimisht në punë, ndërsa mbrojtja paraqiti një dokument që tregonte se autori trajtohet me ilaçe për çrregullim bipolar. Picieri 41 vjeçar Filip Shehu që qelloi me thik kolegun e tij kuzhinier 34 vjeçar Indrit Ismailari do të qëndrojë në burg pa afat. Krimi i rënditës ndodhi të martën e kësaj jave në kryeqytet te komuna e Parisit. Ndërsa brenda gjykatës autori pretendoi se shpeshherë është ofenduar dhe ngacmuar në punë nga kolegu i tij, gjë që nuk e bënte askush tjetër. Ai nuk ka pasur asnjë punë me mua, sepse nuk ishte shefi im që të më jepte urdhra. Ai mbante thik dhe thoshte nuk e çaj kokën fare, deklaroi 41 vjeçari. Teksa shprehu ngushëllime për familjarët e Indrit Ismaillarit, autori i krimit të rënd tha se nuk ka qenë në dieni të faktit se e ka lënë viktim 32 vjeçarin dhe shtoi se këtë informacion e kishte mësuar të premten. Avokati i tij Ilir Murati pretendoi në gjykatën e Tiranës se ngjarja ndodhi në kushtet e tronditjes së rënd psikike dhe se klienti i tij kishte 12 vjet që kurohej për çrregullim bipolar. Për ta provuar këtë, Murati thot se i ka paraqitur gjykatës dokumentacionin e kurimit të Filip Shehut që nga viti 2013. Avokati kërkoi që ndaj tij të caktojë masa e sigurisë së shtrimit të detyrueshëm në spitalin psikiatrik, por tokat e zeza nuk e kanë pranuar këtë kërkesë, duke e lënë në qeli.
Një operacion i gjerë i policisë është finalizuar me arrestimin e 10 personave që kishin bllokuar hapësirat publike. Qindra të tjerë janë proceduar penalisht për shfrytëzimin pa leje të tokës së përbashkët. 10 persona përfunduan pas hekurave për pushtim të tokës. Operacioni i shtrirë në mbar vendin ka goditur 133 raste të zaptimit të hapësirës publike. Sipas policisë, vetëm në 24 orët e fundit, krahas arrestimeve, në total kanë qenë 123 persona që janë vënë përpara përgjegjësisë ligjore për shfrytëzim të tokës së përbashkët, për ta përdorur për qëllime vetjake, duke konsumuar kështu veprën penale të mashtrimit dhe pasurimit të padrejtë. Zyrtarisht njoftohet se nga aktiviteti kriminal përfitohej duke përdorur pronën shtetërore për parkingje ose lavazhe, duke konstatuar edhe 3 raste të punësimit të paligjshëm. Nga të 123 të proceduarit, 45 janë drejtues makinash, që duke parkuar në mënyrë të gabuar, bëheshin pengesë lëvizjes së lirë të automjeteve, këmbësorve apo edhe mjeteve të emergjencës. Rekordin e shkeljeve të evidentuara në këtë aksion e mban kryeqyteti. Kjo shtunë shënon nisjen e fushatës për zgjedhjet e pjesëshme lokale në 5 bashki. Mbi 300.000 qytetarë do të votojnë në 9 nëntor për të zgjedhur drejtuesit e rinj mes 13 kandidatëve. Këtë të shtunë nis zyrtarisht fushata elektorale për 5 bashkit ku do zhvillohen zgjedhjet në datën 9 nëntor. Vlorë, Berat, Tepelen, Sërike, Mat. Rreth 308.000 qytetarë në 5 njësitë e qeverisjes vendore do të zgjedhin të dielën e 9 nëntorit kryetarë të rinj të bashkive. 13 kandidat garojnë në këto zgjedhje të pjesshme. Partia Socialiste ka prezantuar 5 kandidat. Partia Demokratike së bashku me aleatët e saj kanë zgjedhur të marrin pjesë në betejën elektorale me kandidat pavarur. Shqipëria bëhet ka kandidatin e saj në Bashkinë e Sërikut. Në Vlorë garon një kandidat i pavarur Gjergjinika, në Mat garon e pavarur Suzana Pasha. Në këto zgjedhje janë regjistruar 6 parti politike, përveç Partisë Socialiste e Partisë Demokratike, janë regjistruar gjithashtu Partia Lirisë, LZK, Lëvizja e Legalitetit e Shqipëria bëhet. Në zgjedhjet e 9 nëntorit votohet vetëm për kryetarët e bashkive, mandati të cilëve do të jetë vetëm 1 vit e gjysmë derisa të mbahen zgjedhjet lokale në pranverën e vitit 2027. Vakancat në 3 bashki, Mat, Berat e Tepelen, u krijuan në pranverë pasi 3 drejtuesit e tyre dhanë dorëheqjen e garuan për deputet për Partinë Socialiste. Vakanca në Vlorë u krijua pas dorëheqjes së ish kryetarit të bashkisë Armal Dredha, ndërsa kryebashkiaku i Sërikut, Andis Salla, dha dorëheqjen pasi mori detyrën e ministrit të bujqësisë. E diela e 2 nëntorit u shpall nga qeveria ditë zi e kombëtare në nderim të ish kryeministrit Fatos Nano. Homazhet për ndarjen nga jeta të ish kryetarit të Partisë Socialiste dhe ish kryeministrit Fatos Nano do të zhvillohen në hollin e Pallatit të Kongreseve nga ora 8:30 deri në orën 11. Ndërkohë që ceremonia funerale shtetërore lamtumirës do të jetë në orën 12:05. Në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike do të ulet flamuri kombëtar në gjysmështizë dhe në mesditë do të ndërpritet çdo veprimtari dhe do të mbahet 1 minutë heshtje. Fatos Nano ishte një prej figurave kryesore të politikës shqiptare. Ai ishte kryetari i Partisë Socialiste dhe politikani që reformoi këtë forcë politike, duke shkëputur nga trashëgimia e Partisë së Punës. Nano ka shërbyer 4 herë si kryeministër. Në vitin 93 ai u arrestua për korrupsion dhe qëndroi 4 vite në burg, dënim që u perceptua gjërësisht si dënim politik. Fatos Nano humbi zgjedhjet e vitit 2005 dhe u largua nga drejtimi i Partisë Socialiste, duke mbetur një prej figurave më të rëndësishme të së majtës dhe skenës politike shqiptare. Një 35 vjeçar që vodhi një automjet është arrestuar në flagrancë nga policia e Tiranës. Grabitja ndodhi në periferi të kryeqytetit, ndërsa në pranga përfundoi Durim Koni. Ky i fundit e vodhi mjetin brenda oborrit të shtëpisë së një personi në zonën e Ysberishtit. Policia ndërkohë sekuestroi automjetin e vjedhur dhe po heton nëse grabitësi është përfshirë në ngjarje të tjera kriminale. Kursimet e shqiptarëve janë rritur ndjeshëm krahasuar me një vit më parë. Ekspertët vërejnë se bëhet fjalë vetëm për një kategori të shoqërisë, e cila preferon t'i mbajë parat në banka dhe jo t'i investojë. Në Shqipëri, ku çmimet e ushqimeve janë zakonisht më të larta se vendet e tjera të rajonit, ndërsa pagat më të ulta, qytetarët janë në gjendje të kursejnë gjithmonë me shumë para muaj pas muaj.
Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, kursimet e shqiptarëve deri tani në lekë dhe valutë kanë arritur në 1.45 trilion lek nga 1.33 trilion që ishin një vit më parë. Kjo do të thotë që vetëm një pjesë e vogël e popullatës, rreth 23-24%, e kanë këtë 15 miliard euro, rreth 15 miliard euro kursime nëpër banka. Ndërkohë që pjesa tjetër e jonë do duhet t'ja dali muaj mbas muaji. Pra të varfër, po, në popullat madhe, por me një pjesë vogël që ka kursime që s'po di ku t'i çojë. Ndërkohë që 3 në 4 qytetar presin të dali paga për të përballuar kostot e jetesës, pjesa tjetër preferojnë t'i mbajnë parat nëpër banka pa e shfrytzuar në investime që mund të sjellin një efekt pozitiv zinxhir për ekonominë. Kjo është edhe një shenjë për mungesën e tregjeve kapitale të mirëfillta, sepse ne kemi kaq shumë kursime. Kemi dhe kompani që po në rriten, kemi dhe të ardhura për frymë si pas PBB-sit për deklarohet që janë gjithmonë më të larta. Po nga ana tjetër, përveç bonove qeveritare, bonove cesarit, pra nuk është se ka një treg mirëfillt kapital, që qytetarë shqiptarë të investojnë në kompanit dhe në bizneset po shqiptare, o të nëtojnë të imbajnë banka, o të dërgojnë jashtë për të investuar jashtë. Nga ana tjetër, të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë që kursimet në euro kanë patur një rritje të lehtë, edhe pse vlerësimi i euros ndaj lekut po thellohet gjithmonë më shumë. Kolonia e piktorëve është ndalur së fundmi në Kolonjë, një nga zonat më të bukura të vendit, sidomos gjatë vjeshtës. Artistët kanë zgjedhur të fiksojnë në telajo peizazhet më mbreslënëse nga mali i Gramozit, Erseka si dhe objektet e vjetra të kultit. Për të 8 vite radhazi në Kolonjë mbahet Kolonia e piktorëve. Mbi 45 piktorë nga trojet shqipfolse për 3 ditë do të pikturojnë atraksione turistike dhe pamjet më të veçanta që kjo krahin fal. Sipas tyre, vjeshta e Kolonjës këtë herë është magjike dhe rri mirë në telajo. Kolonja mua më pëlqen shumë. Më pëlqen relievi, më pëlqen Gramozi pafund që më duket si një skulpturë natyrë. Këtë vit po pikturoj malin e Gramozit edhe këto fushat, pak edhe në sfond edhe Ersekën. Fatmir Toçi, kuratori i kësaj kolonie, tregon se tani është bërë traditë që 10 piktorë të qëndrojnë gjatë vjeshtës në Kolonjë, ndërsa të tilla aktivitete shërbejnë për promovimin e zonës. Është edicioni 7 që bëhen, ose gabojmë me bashkinë dhe një që është bërë edhe me operatorë të tjerë të interesuar për bukuritë e pazakonta të kësaj treve. Pra mund të jetë edicioni 8 që bëhet pikrisht në krahinën e Kolonjës, duke nisur me qendër Ersekën, por duke përfshirë pjesën më të madhe të gjithë vendbanimeve që janë njëri më i bukur si tjetrin, duke përfshirë këtu bashkarisht edhe natyrën që është një dekor i pazëvendësueshëm, sidomos për piktorët e plenerit. Disa prej pikturave të realizuara do i dhurohen fondit të Galerisë së Arteve në Kolonjë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.